A e dini se ku e mban celularin mund të ndikojë në shëndetin tënd? Në përditshmërinë tonë, celulari është gjithmonë me ne, në xhep, në shtrat, në dorë, por ka vende ku nuk duhet ta mbajmë kurrë, sepse mund të sjellë rreziqe të padukshme për shëndetin dhe sigurinë tonë. Në këtë video do flasim për pse nuk duhet ta mbash në një stek, rreziqet që vijnë nga mbajtja në xhepin e pantallonave, pse është e dëmshme ta mbash pranë kokës gjatë dhe vendet e tjera që duken të pafajshme por janë të rrezikshme. Qëndro me ne për të mësuar këshillat praktike dhe mënyrat më të sigurta për të përdorur telefonin në jetën e përditshme. Celulari është i dobishëm, por vetëm kur dim ta përdorim me zgjuarsi. Në një stek gjatë gjumit. Një zakon i rrezikshëm që mund t'ju kushtojë shëndetin. Shumë prej nesh e lënë telefonin në një stek gjatë natës, po ky zakon i thjeshtë mund të jetë më i rrezikshëm